Cilat janë përfitimet që vijnë nga kolagjeni? Kolagjeni është një proteinë e rëndësishme për trupin tuaj. Trupi e prodhon vetë, por me moshën prodhimi zvogëlohet dhe kolagjeni fillon të shpërbëhet. Suplementet e kolagjenit mund të ndihmojnë trupin të ruajë shëndetin dhe forcën. Kolagjeni është proteina më e bollshme në trup dhe gjendet në indet lidhëse si tendinat, ligamentet, lëkurat dhe muskujt. Ai I jep strukturë lëkurës, forcon kockat dhe ndihmon muskujt. Kolagjeni mund të merret nga ushqime si lengu I kockave, mishi dhe peshku, ose nga suplementet në pluhur ose kapsula. Përfitimet e kolagjenit: përmirëson shëndetin e lëkurës, ndihmon në elasticitetin, hidratimin dhe parandalon rrudhat e lëkurës, lehtëson dhimbjet e nyjeve. Suplementet mund të përmirësojnë ngurtësinë dhe dhimbjen e nyjeve, sidomos tek personat me osteoartrit. Parandalon humbjen e kockave. Kolagjeni ndihmon forcimin e kockave dhe mund të reduktojë rrezikun e osteoporozës. Rrit masën muskulore. Ndihmon muskujt të jenë më të fortë dhe mund të ndihmojë rritjen e masës muskulore tek të moshuarit që ushtrojnë. Mbështet shëndetin e zemrës. Kolagjeni ndihmon në fleksibilitetin e arterieve dhe mund të përmirësojë kolesterolin e mirë, HDL. Forcon flokët dhe thonjë. Mund të rrisë forcën e thonjve dhe të ndihmojë që flokët të mos thyhen lehtë. Mund të përmirësojë humorin dhe energjinë. Ka raporte që kolagjeni ndihmon në reduktimin e ankthit dhe përmirësimin e humorit, por nevojiten më shumë studime. Mund të ndihmojë në metabolizëm dhe humbje peshe. Disa besojnë se kolagjeni mund të ndihmojë në metabolizëm dhe humbje peshe, por nuk ka prova shkencore të mjaftueshme. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.